Thënie nga Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Aleksandri i Madh i Maqedonisë ishte një ndër ushtarakët më të mëdhenj dhe më të suksesshëm të historisë. Citojmë 8 thënie të tij. I jam borxhli Meti se më ka dhënë jetën, por i jam borxhli mësuesit tim se më mësoi si të jetoj mirë. Nuk ka asgjë të pamundur për atë që përpiqet. Nga sjellja e secilit varet fati i të gjithëve. Një ushtri delesh e udhëhequr nga një luan është më rrezikshme se një ushtri luanësh e drejtuar nga një dele. Shikojeni botën si vendin e të gjithëve, me ligje të përbashkëta dhe le të udhëheqë më i miri. Nuk i ndaj njerëzit mes tyre në bazë të preardhjes. I vlerësoj vetëm në bazë të një kriteri, virtytit. Një mbret nuk vret lajmëtarët. Unë nuk i vjedh fitoret. Do preferoja të shkëlqeja në mes të tjerëve më shumë në dije sesa në pushtet dhe dominim.